Tryeza e thirrur për këtë javë nga presidenti Hashim Thaçi me partitë politike për krijimin e grupit negociator për bisedimet me Serbinë po shkon drejt dështimit, pasi deri më tash vetëm PDK-ja dhe AAK-ja janë përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentit. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës insiston që në kuvend duhet të diskutohet për idenë rreth platformës së dialogut me Serbinë. Ne kemi kërkuar që me datën 29 maj të këtij viti që Kuvendi i Kosovës të thrasë një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar rreth fazës së re të dialogut, ku të gjitha vlerësimet apo mendimet apo qëndrimet e partive politike do të ballafaqoheshin dhe ku më pas Kuvendi do të shifte drejt rrugës për ndërtimin e një konsensusi, qoftë ndërtimin e platformës së shtetit të Kosovës, tema që të diskutohen, ekipin udhëheqës të Kosovës, vijat e kuqe të Kosovës dhe me anë të një rezolute të jepte legjitimimin këtij procesi. Por Valmir Ismaili nga Demokracia Plus thotë se nuk është e rëndësishme se kush e thirr tryezën me partitë politike. E rëndësishme sipas tij është që të gjendet konsensusi. Është do duhej të ketë takime të rregullta në mes të subjekteve politike dhe nuk është fare me rëndësi se a i fton kryeministri, a i fton presidenti apo kuvendari, mirë po është me rëndësi që subjektet politike, spektri politik kosovar të gjejnë një konsensus për një çështje kaq të rëndësishme siç është çështja e dialogut dhe mos të kemi vonesa për këtë. Të dy analistët politik, Krasniqi e Ismaili, thonë se partitë politike duhet që sa më shpejt të gjejnë konsensus rreth dialogut, sepse zvarritjet i shkaktojnë dëm vendit. Kosova duhet të mësojë nga gabimet e saj dhe nga e kaluara e saj. Ne dimë që shtetet demokratike të zhvilluara kur kemi të bëjmë me çështje të interesit nacional, siç është dialogu Kosovë-Serbi, krijojnë politika të bashkëvendimit të institucioneve, pra ka një bashkëpunim në mes institucioneve ekzekutive dhe kuvendit të Kosovës, siç është për shembull në rastin e Hollandës apo edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova duhet ndjek të njëjtën qasje. Në këtë rast subjektet politike në fund të fundit do të ulen diku dhe do të bisedojnë për një çështje të tillë dhe nuk do të lejojnë që të kemi vonesa të metutjeshme, sepse kjo është e dëmshme për vendin dhe presë shumë shpejt të arrihet një konsensus. Aq sa kam parë, do të thotë presidenti nuk është se do të insistoj patjetër që tryeza të thirret nga ai, do të thotë ndoshta do të ndrohet edhe institucioni që do ta nisë një tryezë të tillë, por ajo do të ndodhë së shpejti. Gjatë javës është mbajtur një tryezë me partitë politike e thirrur nga grupi për politika ballkanike. Tema e tryezës ishte dialogu me Serbinë, por nga ky takim nuk doli asnjë marrëveshje, ndërsa vetëvendosje nuk mori pjesë.